Beyond the Runway, Lejda Troci, moda shqiptare në New York në mbështetje të kërkimeve kundër kancerit. Më 12 shtator, New Yorku do të mirëpres spektaklin Beyond the Runway, një event që ndërthur modën, artin, muzikën dhe një mesazh fuqishëm solidariteti. Nismëtarja Lejda e ka konceptuar spektaklin duke u nisur nga përvoja e saj personale e trajtimit të kancerit. Beyond the Runway synon për cilë grave një mesazh shpresë dhe kurajo. Jeta vazhdon dhe pas sfidave të rënda shëndetësore dhe ëndrat mund të kthehen në realitet. Për Lejdën, pas çdo veshje që do prezantohet në pasarel që ndon një histori dhimbje, sakrifice, buzëqeshje dhe suksesi. Një element i veçantë i aktivitetit do të jetë silent auction, ku një prej fustanëve do të ofrohet në Cannes. Të ardhur do dedikohen Memorial Sloan Kettering Cancer Center për të mbështetur kërkimet shkencore kundër kancerit. Spektakli do të jetë gjithashtu një identitet të fortë shqiptar, shumë prej veshjeve përmbajnë punime tradicionale me dorë që ndisë element realizuara me grep, ndërsa janë përdorur dhe teknika natyrale të ngjyrosjes së pëlhurave. Në koleksion janë integruar punime të dhuruara nga nëna kushurira dhe një ish mësuese e Lejdës. Dhe ekipi organizator është pothuajse tërësisht shqiptar, duke bashkuar profesionistë, studentë dhe miq që kanë mbështetur atë gjatë trajtimeve. Bashkimi bën fuqinë, thot ajo, duke konsideruar Beyond the Runway jo vetëm një sfilat mode, por një dëshmi e forcës, solidaritetit dhe vlerave shqiptare në New York.